Përshëndetje, kemi këtu me parashimin e datës 29 mars të 2025. Duket se është një ditë ku na jep mundësin, na jep kohën e duhur që të përgatitemi për muajin që po vjen. Muaji që po vjen ka shumë gjëra për të thënë dhe për të dhënë, mirë po, që të jemi gati, duhet të mësojmë nga sot. Që të mësojmë sot, duhet të dimë çfarë ndodh nga dita e sotme e deri më datën e fundit të muajit mars. Kemi datën 29. Data 29 e them këta sepse eklipsi që ndodh eklipsi i dytë i vitit dhe i fundit në boshtin dashpeshore, ky është një eklips, ku do themi eklipsi diellor, që do thotë në shenjën e dashit dhe ndikimi që ka bëjë Marsi. Pra, ndikimi i diellit që ndodh në bosht në dashpeshore, por në anën tjetër ndodh në shenjën e dashit, ku governatori është Marsi. Pra, një ndikim shumë i madh që Marsi ndodhet në Gafore. Ky eklips, i cili është dhe ndikimi që ka të bëjnë, na nxit të ndërmarrim veprime vendimtare, të bëjmë fillime të reja në planet tona ambicioze. Por duke qenë se kemi edhe një ndikim të fortë të Neptunit në ditët e fundit të muajit dhe Mërkuri dhe Afrodita në retrograd, do të jetë paksa vështirë për parashikohen pasojat dhe veprimet tona nëse ne jemi gabojmë dhe nuk mësojmë nga gabimet. Përdorimi dhe impulsiviteti mund të shkaktojnë më shumë dëm, ndaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe të durueshëm. Duke qenë se kemi ndikime kontradiktore, mund të ketë konflikte, mosmarrveshje dhe mund të bëhemi edhe më konfuz. Ndikohen shumë shenjat impulsive, siç janë shenjat së dashit, Gaforia, Peshorja, Vricjapi, me ditëlindje në fund të dhjetëvitshit të parë, ose ato me planete në shenjat e mësipërme në ndikimet që ata kanë. Meqense ky eklips diellor dhe me ndikimin dhe mundësinë dhe çështjet që kanë të bëjnë, dhe nëse neve jemi të gatshëm dhe neve dimë çfarë ndodh dhe çfarë vendimesh marrim, dhe kjo do të thotë që i kemi mundësitë, por në anën tjetër duhet shumë kujdes. Madje është edhe një moment që vërtet ka të bëjnë shumë me kuptimin e plot të gjërave, sepse në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë nga çështjet më madhore, siç janë ato ekonomike financiare, siç janë ato që lidhen shumë me anën ekonomike financiare, por dhe vendimet që mund të merren. Prandaj kërkohet shumë vëmendje në këtë aspekt. Pikërisht data 29 është momenti ku gjërat mund të ndryshojnë ose mund të vendosin pikat mbi i, sepse lidhet shumë edhe me ndikimin e hënës, lidhet shumë edhe me çështjet që kanë ndikuar më përpara në anën e financave, në lidhje me ndryshimet që kanë të bëjnë dhe jo vetëm. Prandaj mundoheni që të jeni sa më korrekt, sa më koshient për ato që ka ndodhur, sepse eklipsi gjithmonë na jep një mundësi plus, që ne të dimë se çfarë do bëjmë, të dimë se ku do të shkojmë në momentin dhe mundësitë dhe çështjet dhe të karrierës, të marrjeve vendime të rëndësishme dhe në vazhdimsi të anës suaj. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë që ka ndikime shumë të mëdha, do të kenë kujdes njerëzit që janë me influencë, do të kenë shumë kujdes nga dita e sotme deri në fund të muajit qershor. Pra, ky eklips ka një ndikim shumë të madh 6 muaj që do vinë, por meqense ka të bëjë ky 3 mujor deri në qershor, na mëson shumë gjëra, prandaj personat që kanë probleme në çështjet ligjore, kanë probleme me gjëra të ndryshme, mund të gjejnë zgjidhje duke trokitur. Dhe kjo është një mundësi e artë për ata dhe për juve që doni të bëni ndryshim pune. Kujdesuni para se të nisni diçka. Kujdes para se të vendosni për të larguar, për të nisur diçka të re. Prandaj këtu do të thotë kujdes, këtu do të thotë vëmendje në gjëra të rëndësishme. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date, unë ju rikujtoj edhe një herë që për gjithë juve të shikues të nderuar, që ka të bëjnë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë për mundësitë dhe rëndësitë të veçanta që do t'i jepni në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve, ose keni për të bërë një takim të rëndësishëm, ose keni për të bërë një gjë që është diçka e re që ta nisni, ose të nisni marrjen e një dokumenti, marrjen e gjërave, atëherë keni të gjitha atje, te kjo faqja roz, gjitha ato që sapo thash pak më lart, ku atje mund të klikoni, mund të shikoni se si funksionojnë gjërat, se si gjërat vijnë gradualisht, gjërat kujtoni gjërat
të tjera që do të shikoni dhe vetë dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër e artë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimit. Zgjidhni paketën tuaj, nëse ju intereson diçka tjetër, atëherë nuk e gjeni veten aty, mund doni diçka tjetër, po. Nëse doni diçka tjetër, atëherë pikërisht klikojeni dhe tek faqja që shikoni atje, tek kuadrati i vogël që keni atje, klikojeni atje dhe vendosni të dhënat. Duke vendosur të dhënat, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viber, WhatsApp-it apo Skype-it. Por ju që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube dhe dëshironi të dëgjoni të parët, atëherë keni pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni këtë butonin dhe aty jeni gati pastaj për të parë se kur të jeni live dhe gjithçka i merrni e dërgoni mesazhin dhe merrni live përgjigjen. Nuk ka vend për të shqetësuar sepse atje do ta merrni përgjigjen dhe jeni gati pastaj për të folur dhe për të biseduar në lidhje me anë të tjera që doni apo çështje të tjera, mund të dërgoni mesazhin në kohën që ju e keni bërë të gjitha këto të dhëna dhe jeni gati pastaj për gjithçka juve ju intereson. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqense një ndikim shumë i madh që ka të bëjnë për juve të kësaj shenje, edhe pse ndikimet janë shumë të mëdha në lidhje me fushën e punës, në lidhje me gjëra të tjera që do të keni, por nuk ka vend për të shqetësuar nga ana tjetër, sepse e dini shumë mirë çfarë do të ndodhi dhe si do të ndodhi. Meqense Mërkuri, ndikimi i Mërkurit në retrograd dhe eklipsi i dytë i vitit që ndodh në boshtin tuaj, pra dash peshore, dhe juve ndikoheni në këto, sepse juve futeni tek shenjat impulsive, shenjës së dashit, dhe është një mundësi që të rishikoni disa gjëra që të jenë favore për juve, jo disfavore. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep, duket se është pozitive, sidomos me Akrep, mund të keni bashkim familjar dhe është koha juaj më e mirë e mundshme. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, meqense Demët këtë periudhë e kanë pasur disi të vështirë në lidhje me marrje vendimesh të rëndësishme, në lidhje me disa gjëra që nuk ka qenë aty ku duhet, por vjen një moment tani që juve e keni dhe si mundësi, e keni dhe si rëndësi që e keni marrë përsipër për rregullime të ndryshme, për çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe jo vetëm, sepse është një mundësi e artë në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merrni dhe jo vetëm. Duket se kjo periudhë është në periudha e ndikimeve favorite për sa i përket karrierës suaj, por për sa i përket çështjeve që lidhen me dashurinë, do të keni pak kujdes me luanët e ditëllit të parë dhe me shqiptarët e ditëllit të tretë. Shkojmë tek shenja radhës, që janë shenja e binjakëve. Binjakët duket se kanë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e tyre, kanë një rol shumë të rëndësishëm në marrje vendimesh dhe jo vetëm. Binjakët e dashur, edhe pse shenja ajri me këtë eklips që ndodh në datën 29, pra ditën e sotme, është një moment i mirë, do ta thoshom, sepse pastron, rregullon, starton gjëra të rëndësishme. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në lidhje me gjëra të tjera, sepse në ndikimet ose në fusha të ndryshme është momenti juaj, momenti më i mirë i mundshëm, dhe do ta shikoni edhe vetë sepse ka të bëjë shumë me disa ndikime të mëdha që më kanë bëjë në fushën e karrierës. Pra, gjithashtu është koha në lidhje me anën ekonomike financiare, lidhje me një takim i papritur që mund të ndodhi, dhe kjo është një mundësi e mirë, do thosha unë, për 1000 arsye që ju e prisni për të rregulluar, për të stabilizuar, për të arritur në finish për gjëra të mëdha dhe çështjet financiare. Ajo që duket, pamje të parë, duket se ndikimi i hënës ndodhet në shenjën e dashit, ku në shenjë zjarri juve ju ndihmon për të parë dhe për të parë dritë në vendet e errta, në tunelet të thella, dhe atje ndriçoni në fushat e juaja që keni dhe mundësitë të arta që vijnë pas këtij eklipsi dhe kohën që do të keni. Do flasim për këtë temë, por flasim tani për këtë ditë, megjithëse ndodh sot eklipsi diellor. Megjithatë, ndryshimet që kanë bënë në lidhje me fushën e dashurisë me Brisap duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja radhës, që është Gaforja. Për sa përket Gaforës, duket se tani për tani, sado që gjërat jenë pozitive, juve i keni mundësi të mira në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me vendimet që do të merrni, dhe jo vetëm kaq, por
mundohuni që t'jeni sa më korrekt me të tjerët. Sepse është një moment që për juve ndikon shumë, për juve ka të bëjnë shumë dhe momenti që keni dhe ndodheni dhe me këtë eklips ndikoni shumë duke pasur parasysh sepse dhe ndikimi i guvernatori juaj Hana që ndodhet në shenjën e dashit, po tek shenjën e dashit ndodh edhe eklipsi diellor, prandaj bëni pakujdes, mos mund nxitoni në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me punën, me karrierën, sepse keni dhe Marsin në shenjën tuaj, ku kjo bën ngadonjëherë që të mendoni shumë për të nisur diçka ose një gjë të re që mund të keni mundësinë ose të arrini atë ku dëshironi. Prandaj gjithsesi bëni pakujdes që të arrini në finish. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me ujor duken se janë të mbara. Vijojmë tek shenja radhës janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët duket se tani në këtë periudhë është periudha që vërtet ka të bëjnë me anën e biznesit, vërtet ka të bëjnë me disa takime, me disa vendime të rëndësishme, por do keni kujdes sepse ndodheni mes asaj që pasigurisë dhe keqkuptimeve, disa ngataresa, por megjithatë, juve që luanit dini të zgjidhni gjërat me qetësi dhe jo me gjuhën e forcës. Prandaj është momenti me gjuhën e zgjuarsi, është më mirë se gjuhën e forcës, dhe kështu që do t'ja arrini qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk, pak vëmendje, me Dem është ndikimi pozitiv. Vijojmë tek shenja radhës që është Virgjëresha. Çfarë ndodh me Virgjëreshën dhe pse Virgjëresha të duket se tani për tani ka ardhur momenti dhe koha për sa përket maturisë dhe zgjuarsisë, për sa përket çështjeve të rëndësishme financiare dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë, do të pasojnë tani e tutje. Meqense kemi një ndikim, ju Virgjëresha dashura, Merkuri, Afërdita, që është në retrograd, ajo do të thotë që është një mundësi në një farë mënyre, por është e krahu tjetër që duhet pak durim, sepse pa durimi dhe impulsiviteti mund të prishin disa ekuilibra që është vështirë të ndriçni pastaj, sepse ndodhet edhe eklipsi, edhe disa çështje të tjera që kemi në retrograd, mirë është që ti pastrojmë dhe të rregullojmë gjërat aty ku duam ne. Prandaj, mundohuni që të jeni sa më korrekt, sa më koshient me çështjet e mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me anën e financave, në lidhje me disa ndryshime dhe ndikime që kanë të bëjnë, duhet kujdes dhe duhet vëmendje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe me britsap duket të mbara. Vijojmë tek shenja radhës, që është Peshorja. Për sa përket shenjës së Peshores, meqense Peshorët duket se kanë nisur një rrugtim të ri drejt ekonomisë dhe stabilizimit të saj, por nga ana tjetër duhet kujdes në lidhje me vendimet që mund të merren dhe çështjet që kanë të bëjnë me anën e ekonomisë dhe të stabilizimit, është një mundësi e ardhmë në lidhje me disa vendime që mund të merren, por gjithsesi, koha dhe momenti është i duhuri në ato çka do të kërkoni juve. Prandaj mos u shqetësoni në çështjet që lidhen me anën e biznesit, sepse lidhen me biznesin ka të bëjnë shumë me disa takime që juve keni, me disa gjëra që vërtet është një mundësi e ardhmë në anën tuaj dhe të komunikimit që mund të keni. Por gjithsesi, është koha për të marrë vendime të rëndësishme dhe periudha ku do të ndikoheni. Për sa përket të çështjeve që lidhen me dashurinë, lidhen me ekonomi, lidhen me disa vendime shumë të rëndësishme dhe koha ku ndodhin fenomenet, është momenti i duhur për të bërë zgjidhjen e duhur. Gjithsesi, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tjetër të anës të financave. Në një takim që do të bëni nga mbasditja është e mirë, sepse ky eklips ju jep një farë mundësie në anën tuaj, por meqense juve ndikoheni direkt, jo indirekt, duke pasur parasysh eklipsi ndodh në shenjën e dashit, por ju jeni përballë shenjës së dashit dhe kjo ju ndikon dhe juve, por ndikon për të mirë, për të keq. Vazhdimësia duket e mbarë. Shkojmë tek shenja radhës që është Akrepi. Çfarë ndodh me Akrepin dhe ku Akrepi nisi një ndikim ose ka një favorizim shumë të madh në lidhje me çështjet që kanë bënë me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në lidhje me Akrepët kanë një ndikim mjaft të mirë në pozicionin e punës, apo për juve që jeni nën punës, ose për juve që keni të bëni me rritjen në detyrë, për juve që keni të bëni për shitblerjet, duket se është një mundësi nga mbasditja për të biseduar. Ky eklips do pastroj gjithçka, keni pasur gjithçka, keni pasur probleme më përpara dhe është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku gjërat do jenë pozitive, ku gjërat do arrin juve të stabilizoni dhe të arrini të ku dëshironi, sepse është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë e favorite, do ta thosha kështu, në lidhje me çështjet që ju kërkoni dhe doni. Nuk ka vend për të shqetësuar, por vazhdimësia duket e ardhur. Kështu që
çdo gjë është në dorën tuaj, nuk ka vend për të shqetësuar. Në dashuri, lidhjet që kanë bënë me Luan, kanë bënë me ujor duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, në fakt shigjetarët duket se në plan parë duken pak të vështirë. Duken të vështirë për 1000 arsye për anën e financave ose e gjërave të tjera, po unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar përsa përket juve të kësaj shenje, sepse është dhe mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me disa ndryshime që do të keni në fushën e biznesit dhe të karrierës. Është një mundësi e ardhur gjithashtu me vendimet që merren në kohën e duhur dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën e biznesit, në anën e karrierës dhe të gjërave të tjera. Një mundësi tjetër që do të keni ka të bëjë shumë me një takim pune, biznesi me virgjëresh, ku atje mund të jeni të dashurinë e munguar, por është momenti koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe konkretizimin e një pune të madhe që mund të keni, por dhe në anën shoqërore që do të keni shumë gjëra të ndryshojnë. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshë, ka të bëjnë dhe me gafore duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, janë britqapët. Çfarë ndodh me britqapët? Me britqapët kanë të bëjnë shumë lidhjet me anën e financave, lidhje me disa gjëra që do të ndikojnë në lidhje me punën, lidhje me një vendim që mund të merret, dhe ky është një vendim mjaft i mirë, sepse është vendim pozitiv. Nuk ka lidhje me fare me çështjet ekonomike financiare, me gjëra që do të ndikojnë, me gjëra që do të arrini. Do të arrini majat në lidhje sidoqoftë që mund të keni në punë dhe në biznes. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me marrjen e vendimeve të rëndësishme në një farë mënyre, por koha ka treguar që është një kohë e përshtatshme në lidhje me anën shpirtërore që do të keni mundësinë për zgjidhur gjërat ekonomike financiare dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me Akrep duken të mbara, pak vëmendje me dem të 10 diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Ujorët duket se kanë diçka në fushën e biznesit, fushën e karrierës, sepse mundësitë që keni dhe koha që tregon shumë për juve të kësaj shenje. Ujorët gjithmonë kanë qenë pro gjithçkaje dhe janë, sepse janë shumë të zgjuar në lidhje me ekonominë, shumë të zgjuar në lidhje me marrje vendime të rëndësishme në fushën e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Akrep dhe me Gafore duket të mbara. Pak vëmendje do të bëni me peshorët e 10 diçit të dytë, nëse jeni në diasporë, sidomos në Gjermani, mundoni të stabilizoni familjen tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Peshq të dashur, duket se erdhi momenti dhe koha që juve të gëzoni në fushën e karrierës, sepse jeni ju në lidhje me vendimet që merrni, jeni ju me gjërat që do të keni, me çështjet e punës, të karrierës, të ndryshimit dhe të marrjeve vendime të rëndësishme, sepse është periudha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me shigjetarët e 10 diçit të parë, me binjakët e 10 diçit të dytë, që është një mundësi shumë e mirë, por një vëmendje që do të bëni ka të bëjë shumë me virgjëreshën dhe me Luan. Me Luanin sidomos është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me karrierën, në lidhje me disa takime që do të bëni, me disa vendime që do të merrni, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me disa anë pozitive që do të keni në ekonomi, stabilizime, ndryshime momentale, ku ndryshime momentale do thotë çështjet ekonomike financiare, do thotë diçka shumë të madhe për arsyet e punës suaj, për arsyet të karrierës suaj, dhe gjithçka mund shkoj shumë mbar dhe mundësi të reja që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me shigjetar dhe me Gafore duket të mbara, pak vëmendje me Luan të 10 diçit të dytë. Këto ishin pra pak a shumë përse përket pikërisht kësaj date, të datës 29 mars të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë kemi pikërisht të faqen roz këtu, ku atje mund zgjidhni çdo lloj çështje problematike që mund keni. Keni të gjitha paketat atje, zgjidhni një nga ato paketa dhe pastaj shkoni tek sekretaria, klikoni atje dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe dërgoni një mesazh ta merrni live përgjigjen, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni atë butonin dhe duke ndjekur hapat se si funksionojnë, i shikoni dhe vetë atje, të gjitha ato duke i klikuar, dhe besoj që nuk është diçka e vështirë për të klikuar ato, dhe dërgoni mesazhin pastaj për të marrë live përgjigjen. Në një rrugë, në të mirë një oraj.